Mi mbrëma të ndëruar shikues e ju adhurues të basketbollit, ethet e gjysmëfinale së kupës tashmë vinë direkt nga palestra Sezai Suroi në Prizren, ku Bashkimi dhe Sigal Prishtina do të takohen në duelin e parë për një vend në finalen e madhe. Këto dy skuadra u takuan edhe në kuadrët e gjirës së fundit në Progressive Super League, ku Bashkimi arriti fitore me rezultat 84-63, ku e Prishtina nuk arriti që ti shkaktonte shumë probleme Prizrenasve, të cilët edhe sonte ashtu siç në luajtën në ndeshjen e fundit do të luajnë me formacion të plot. Pa unë për më tepër kohë ju njoftoj edhe me formacionet e dy skuadrave, ku shohim fillimisht formacionin e skuadrës së Bashkimit. Pra, është Armstead, Bickerstaff, Bunjaku, Shorter, Nvamu, Bytyqi, Cousins, Gjecaj, Lake, Ismaili, Janjeva dhe Lejson Zeqiri janë në dispozicion të trajnerit Igor Jovovic. Në anën tjetër, trajneri Mihajlis Kakiuzis luan me këtë përbërje. Shohim vazhdo të ketë mungesa Prishtina, Bailey, Ismaili, Morina, Kakruki, Clarence, Duk, Zeneli, Sinani, Kramer dhe Don Poloshka janë në përbërjen e skuadrës së Sigal Prishtinës. E bashkë me skuadrën për t'i përkrahur këtu janë edhe treshat të cilët nuk do të jenë të gatshëm që të paraqiten. Ariana Azemi, Diona Gjosaj dhe DeAndre Burns pra vazhdojnë të mungojnë tek skuadra e Sigal Prishtinës. E në anën tjetër edhe mëtej nuk është i gatshëm për lojë Kean Andersoni tek skuadra e Bashkimit, ku vazhdon të jetë i lënduar dhe sipas informatave pritet ndoshta edhe në finalin e kupës që të jetë i gatshëm, pasi që tashmë ka filluar edhe nga pak të stërvitet me skuadrën. Po shohim edhe treshën e gjyqtarëve, Shabani Gjekovic dhe Vitaku do të udhëheqin këtë përballje. Skuadra e Bashkimit në gjysmëfinale erdhi pasi e mposhti Goblius Pejen në të dyja duelet, fillimisht në Prizren në 96 me 90, në atë ndeshje me shumë tensione, e më pas në Pej arritën fitoren me rezultat 70-73. Në anën tjetër, Sigal Prishtina nuk i fitoi të dyja ndeshjet, megjithatë fitoria e arritur në duelin e parë me ebërsi të thellë prej 82-68 ishte e mjaftueshme, pasi që në duelin tjetër në Prishtinë pësoj nga vllaznimi 69-74. Po e shohim edhe peshën startuese, Bunjaku, Shorter, Nvamu, Lake dhe Zeqiri startojnë tek skuadra e Bashkimit. Në anën tjetër tek Prishtina shohim peshën Bailey, Ismaili, Dux, Kramer dhe Poloshka. Ka ndryshuar goxha shumë në peshën startuese. Trajneri Mihajlis Kakiuzis do të tenton me një lojë më ndryshe të paraqitet sonte për dallim me duelin e fundit. E dim që përpos mungesave që i ka pasur skuadra e Sigal Prishtinës, më pas u largua edhe Adrio Bailey, i cili u ngarkua fillimisht me faul jo sportiv, e më pas edhe me teknike për flopja apo stimulim, dhe u desh të diskualifikohet, ndërsa u vrej dukshëm edhe mungesa e Adrio Baileyt në palesër tek skuadra e Sigal Prishtinës. Po i shohim tashmë peshë startuese në fushë, ndërsa shohim edhe trajnerin Igor Jovovic. Fillimisht do ta ndjekim himnin kombëtar. Atëherë gjithçka gati për startuar dueli i parë. Siç e dim, do të zhvillohen dy duele ndërmjet këtyre dy skuadrave, dhe skuadra e cila arrin të shënon më shumë pikë në dy duele do të kualifikohet në finalen e madhe. Dueli tjetër gjysmëfinal është ai ndërmjet Trepqës dhe Borës, e që gjithashtu pritet të jetë një ndeshje mjaft interesante. Shohim Lake dhe Kramer që luftojnë për atopin e parë, i cili përfundon në duart e Nvamu.
Granti me njëherë me një mbrojtje agresive është Dux. Shorter. Bukur tek Dikuan Lake, i cili nuk arriti të realizon. Marrin topin Prishtinasit. Khalil Dux. Po presionin edhe Dux. Vamu. Jon Ismaili, shë bukur në korner, në anën tjetër, dëm Polloshkën, nuk arriti të qëllon Polloshka. Zeqiri. Shannon Shorter. Ka buar në hapa definitivisht. Mbrojtje e mire, dëm Polloshkës e detyroi të ngatrohet aty me top Shannon Shorter, ndërsa po kërkonte me çdo të faul Shorter. Teksa në anën tjetër i bën presion në mbrojtje edhe Valon Bunjaku. Khalil Duxit, Dux edhe më tej e humb topin edhe Khalil Dux në të dy anët. Mbrojtjet po e kanë fjalën kryesore edhe kësaj radhe, topi vjedhur i Prishtinasve. Jon Ismaili edhe njerë Don Polloshka as kësaj radhe nuk qëllon për treshe, plotësisht i lirë në dy raste, nuk arrin të realizon, edhe më tej nuk ka pik. Bunjaku e këtën topin tek Zeqiri, nuk ka treshe as nga i, tek sa ka faul në sojnë nga Valon Bunjaku që ngrit dorën me një herë. Dux. Edhe tej Khalil Dux. Po shkon tek Don Polloshka. Polloshka arrin gjuan, nuk qëlloj. Teksa do t'jen kundër sulmi i Portokalle Zinjëve dhe pik të para në ndeshje nga Shannon Shorter. Vetëm 2 minutave loj vinë pikët e para në këtë ndeshje. Teksa ka faul tjetër në sulm. Gjatë blokut, Kelpi Kramer shkakton faul. Shojmë edhe njerë momentin kur lëvizi në blok Kelpi Kramer, po dukshëm lëvizja e krahut të tij. Bunjaku tek Vamu. Nuk qëlloj treshen Vamu, por e vazhdon sulmin Lejson Zeqiri që merr kërcimin. Dikuan Lake për blok Kramer. Afer Shannon Shorter nuk arriti të realizon as Valon Bunjaku, por është Lake i cili e përmirëson për pikën e 4 të bashkimit, që një mbrojtjen e Lejson Zeqirit, presion ndaj Khalil Duxit. Edhe më tej nuk ka hapësirë për Dux nga Lejson Zeqiri, që se si do gjuan për 3, nuk arriti të realizon. Dux. Bunjaku. Zeqiri i lirë. Qenë të bërtimin. Dalet me faul edhe pse nuk arriti të realizon Lejson Zeqiri. Do tjetë në vjen e quajtjes së lirë. U vonuat vendoset mbrojtja e Sigajt Prishtinës, gjë të cilën e shfrytëzoi Lejson Zeqiri. Shojmë edhe njerë momentin në Sonalja. Jon Ismailit. Nuk e qëllon në tentimin e parë Lejson Zeqiri. Në anë tjetër në duelin Mitrovic, 9-2 e ka nisur ndeshjen Trepqa. Qëllon Lejson Zeqiri për 5-0. Dux.
shkoj kontaktin Adrio Bailey. U lejson se qiri shkakton faul. Pikërisht do nis për atë kontakt. Adrio Bailey dhe i fitoi 2 lira, jetë vjen në gjuajtje së lirë, duke i kërkuar edhe më tepër këtë para të Sigaj Prishtinës. Nuk qëllon as kësaj radhe Adrio Bailey. Në të dytën është i sakt. Vetëm pika e pare kryet qytetasve. Bunjaku. Së qire këtër në një tubin të këvalion Bunjaku. Lake. Bukur Lake me një super ngulitje. Tikwan Lake para Kelby Kramer. Në anën tjetër nuk ka të reshe. E shojmë edhe njerë definitivisht ngulitjen e Lake. Edhe pse giganti Kelby Kramer para ti arriti që të edhuron një super ngulitje. Njeri që ka tupin në duar, një flotër tani arriti të realizon. Tek don Poloshka, Bailey Ismaili, dalet edhe njerë Poloshka. Ismaili. Bailey do gjuan për 3 pikë realizon Adrio Bailey për të përgjigjur. E në anën tjetër u nis për një ngulitje. Në vamu gjithsesi arriti të qëllon për 9-4. Edhe një right top tek Adrio Bailey, i cili qëllon. Tashmë i ka ndezur turbinat lojtarët në të dyja anët. Ullet Valion Bunjaku në loj Armstead, teksa shohim trajnerin Igor Jovovic që jep këshillat kapitenit të skuadrës së Bashkimit. Shorter. Juan Shannon Shorter, bukur kthehet. Pas asaj loje me shpin 11-6 nisi nga dal kjo ndeshje me realizime të pakta në fillim, megjithatë tashmë ka ndezur turbina dhe një tjetër top i humbur i Prishtinasve dhe jep treshen Shannon Shorter, i cili e qëllon pikën e 14 të skuadrës së Bashkimit. Dux. Shohim të përgatitet zëvendësimi i 3 fish tek Sigaj Prishtina. Khalid Dux gjuan nga një pozitë e vështirë. Realizon 14-8. Shorter edhe njerë dhe gjuan nga gjithë më distanca kësaj radhe jo. Mbeti e shkurtër ajo gjuajtje e ti. Dux. Kthyer topin tek Jan Ismaili. Edhe njerë është Dux. Sa ka faul. Zëvendësime në të dy anët, Shorter e Lake ullën Cousins e Biggerstaff në loj, teksa edhe tek Prishtina është Clarence Kakruki dhe Morina në loj. Dux Gjuan
për treshe, nuk është disa Khalil Dukes. Vamo, të Bickerstaff, Zia Cousins, shkurtër gjuajtja. Clarence për paksa nuk e humba ato, për ka edhe mëtej presionin e mbrojtjes portokale zinjeve, gjithsesi arrin Shtinasit shkojnë në sol. Shojmë kujt do t'i takon ky top. Vazhdon t'i takon skuadrës së Sigal Prishtinës, është Dukes ai cili do ta rikthan topin në lojë. Morina. Dukes gjuan për 3. Nuk është i saktë edhe një herë, por Kakruki lufton në kosh, nuk realizoi. Vazhdon sulmi, e gjen Khalil Dukes, i cili tregohet i saktë për 14 me 10. 2 minuta e gjysmë deri në përfundim të çerekut të parë. Plus 4. Skuadra e Bashkimit pam lëvizjen e Zia Cousins, i cili megjithatë ngatrohet me top. E humba top Cousins. Kakruki. Bukur te Clarence, nën kosh i haruar, plotësisht në gjumë mbrojtja e skuadrës së Bashkimit, teksa afrohet gradualisht në rezultat. Sigal Prishtina 14-12 në Vamu. Armstead për një treshe, nuk ka asa radhe pik. Teksa do shojmë a do t'kemi barazim të rezultatit. Kemi tentimin e Adrio Bejlit për 3 pik. Nuk kemi barazim, por e kemi e përsi në Sigal Prishtinës. 14 me 15 në të mirë të bardhë kaltërve, të cilët nuk e nisën mirë ndeshjen, por gradualisht e shojmë të rikthehen në rezultat, teksa tashmë shojmë edhe një herë lëvizjen e bukur të Zia Cousins, megjithatë më pas e humbja top. Janjeva. Cousins. Gjuan paritit të qëllon gjithësin. Janjeva e merë kërcimin. Armstead. Se plotësisht i ka buar i ti. Teksa nuk ja lejon kundër sulmit Elijah Clarkut. Vamu. Kakruki. Dukes. Clarence. Elijah Clarence. Super ngulitje e ti për të vazhduar lojën më të mirë të Sigal Prishtinës edhe një herë. Mbrojtja e skuadrës së Bashkimit plotësisht në gjumë. Janë sekundat e fundit tashmë të çerekut të parë, teksa shojmë edhe një ngulitjen e bukur të Clarence, stavi vjetur nga Altin Morina. Beli shkon për të ndihmuar. Kakruki, Clarence, afërti është Cousins. 5 sekunda deri në përfundim të sulmit të Sigal Prishtinës. Një treshe largët e Elijah Clarence. 20-14, Super Sigal Prishtina. Në qerekun e parë, e nisi Bashkimi largë më mirë këtë 10 minutës të parë. Me gjithatë, gradualisht e pam rikthimin e skuadrës Sigal Prishtinës. E rikthimi erdhi pikërisht pas zëvendësimeve të trajnerit Mihajlis Kakiuzis. Ishte 14-6 rezultati, e më pas nisi seria e kryeqytetasve
prej 14-0 ku tashmë e mbyllën 10 minutë 14-20. Shkoj me marketing për të u rikthyer me çerekun e dytë. Yll, Qeqi, kjo është kredit kardela që e kemi bo. Ue, Eria, çfarë dizajnit top. Me që halos kemi vendos për emër. Hajtë kallzon pak për ta? Që për shembull, mundesh me ble çka dush, edhe me pagu deri në 36 këste. Qyqy? Top, a? Edhe ato me 0% interes. Ja, le ma veç pak të kënaqet pjesë. Me të ble pa interes, me të unë po pres, shumë let me pagu, a jeti tungu. Ha, qështu do? Top. Hej, a ja luj mërë emrin top? Top? Kredit kartela top. U kry, blej kudo, paguaj deri në 36 këste me 0% interes. Ti e meriton kredit kartela top. Siguroje jetën në Illyria Life. Tashmë në epërsi 14-20 në të mirë të bardhë dhe kaltërve, të cilët pavarësisht mungesave po japin maksimumin e tyre. Ishte rezultati 14-6 në të mirë të Bashkimit, të cilët e nisën më mirë ndeshjen. Megjithatë, më pas zëvendësime tek skuadra e Sigal Prishtinës dolën të janë efektive dhe e nisën serin prej 14-0 duke e mbyllur pra çerekun e parë 20-14. Dux tek Clarence. 7 sekonda deri në përfundim të sulmit të Sigal Prishtinës. Clarence dalet në gjysmë distancë, Gjuan nuk arriti të realizon. Dikuan Lake është më i lartë në kërcim. Shorter, 7 pikë të tij. Me i daluari tek skuadra e Bashkimit, teksa tek Prishtina me 9 pikë luan Adrio Bailey. Shorter, 5 sekonda. Gjuan pavarësisht kërcimit të lartë të Adrio Bailey nuk arriti të qëllon, teksa ndal kundër sulmin Isaiah Cousins. Me faul nuk e lejon kundër sulmin e Clarence. Kthehet në lojë Lejson Zeqiri tek Bashkimi. Dux. Dalet në gjysmë distancë. Khalil Dux realizon. Aty ku e la ekipi bardhë dhe kaltër në çerekun e parë, po e vazhdon edhe në dytin. Edhe më tej nuk ka pikë për Bashkimin. Cousins ndalet në gjysmë distancë. Nuk qëllon as ai. Teksa topi është në duart e Elijah Clarence. Mundësi për Sigal Prishtinën. E krijon edhe epërsinë 2 shifrore. Clarence dalet me faul. Zeqiri shkakton faul. Sa zëvendësimi tek skuadra e Bashkimit. Cousins dhe Armstead ulen në vamu e Valon Bunjaku. Në loj shohim në fakt Isaiah Cousins në plan të parë, as pak në disponim të tij më të mirë. Larg paraqitjeve që ka pasur në fillim të kampionatit. Clarence dëgjuan edhe një herë për 3 pikë. Edhe një herë qëllon Elijah Clarence. Po vazhdon të funksionon gjithçka tek Sigal Prishtina, të cilët tashmë kanë krijuar epërsi 2 shifrore 14-25 në të mirë të
bardhë e kaltërve. Me një reagon trajneri Igor Jovovic me time-out të kërkuar pas serisë prej 5-0 të kryeqytetasve, duke vazhduar serinë nga qereku i parë dhe seria shkoi në 19-0 tashmë. Rikthehemi pas time-outit. Shojme edhe statistikat e Elijah Clarence që shpërtheu nga banka rezervë tek Sigal Prishtina, 10 pikë të tij, ndërsa është ndalur në shortën në 7 pikë të realizuara në fillim të ndeshjes. Clarence 5-4 është nga loja, topi vjedhur edhe njeri kryeqytetasve teksa në kundërsulm realizon Adrio Bailey. Me njerë po kërkojnë trajneri Kakjusis 2 vishim në mbrojtje. Gjithsesi e thyen akullin kapiteni i bashkimit Valon Bunjaku pas serisë prej 21-0 të Sigal Prishtinës. Vjen treshja e Valon Bunjakut. Bailey ka kthyer topin te Duk, s'ka faul e ngritur Bunjaku. Topin e vjedhur të Altin Morinës e më pas aksionin e kryeqytetasve ku realizoi Adrio Bailey për ta vazhduar serinë fenomenale të Prishtinës. Më pas përgjigjet Bunjakut 17-27, megjithatë vazhdon tjetër përsia dyshefrore në anën e skuadrës Sigal Prishtinës. Nuk qëlloi Morina për treshe, teksa gjatë do të kemi rishikim të rastit të fundit, kërkoj challenge trajneri Kakjusis. Atëherë challenge i suksesshëm i kërkuar nga trajneri Kakjusis, insistuan Kakruki dhe Morina, dhe u pa që Valon Bunjaku ishte ai që ka luajtur i fundit. Shkoj kjo aksioni kryeqytetasve, isha duke shikuar nëse eventualisht ka pasur ndonjë prekje të lojtarëve të bashkimit, por jo. Topi jashtë e humbin aksionin bardhë e kaltre, duke i dhënë mundësinë bashkimit që të realizon e bën këtë Dikwan Lake, e bën presionin në mbrojtje të Valmir Kakrukit, megjithatë nuk arriti deri në fund ta vjedha top.
E shojmë edhe njerë, nuk për e lejonte që ta pranonte atë Dikuan Lake, me gjitha të kur e bëri realizoj, unë dalë edhe me faul, do tjetë edhe në vjene gjuajtje së lirë. Dikuan Lake, që ka mundësin më tipër të e shkrien Ebërsin. Edhe një herë do të tentojnë Dikuan Lake, duhe që ka hyrë nga lojtarët e Prishtinës para kohe. E kësaj radhe është i saktë. 20-27 shkrihet në 7, Ebërsia e Prishtinës që shkoj deri në plus 13. Dikuan Lake shkakton faul. Dërsa trajneri Kakjusis kërkon time-out kur kanë kaluar 3 minutat e para të qerekut të dytë. Afrohet tashmë bashkimi në rezultat me të vërtet lojë perfekte e Prishtinës. Pas asaj serie fenomenale për 21-0, kur krijoi Ebërsi prej 13 pikëve. Me gjithatë tashmë po e shohim përgjigjen e portokallëzinjve, ku rezultati është 20-27. Rikthehemi pas time-outit të kërkuar nga trajneri Kakjusis. Ka 6 minuta e 51 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. 20-27. Shkon ai top deri tek Bailey, i cili nuk e çon huq. Realizon edhe një Reggio Bailey, pika e 13. Vazhdon të jetë më i dalluari tek skuadra. Si ka Prishtinës, por në skemë del edhe një herë Dikuan Lake me realizimin e tij. Dhe faulin që ju shkaktua, do ta shohim edhe një herë. Ky është momenti duke që është Bailey ai i cili ka shkaktuar faul. E qëllon edhe një herë quajtjen e lirë. Dikuan Lake, i cili në këto qaste duhet maksimalisht rikëthen bashkimin në luj. Dy herë radhazi realizoi u ndalë me personale, 6 pikë të ti eksprese. Lawrence në anën tjetër, nuk ka treshe, me gjithatë, Altin Morina i vëmendshëm. E merr edhe njëra top për ta vazhduar sulmin e skuadrës. Bardh dhe kaltër, teksa Dukes qëllon nga gjysmë distanca. 23-31. Lake ka gabuar në hapa Dikuan Lake. Mbrojtje e mire Valmir Kakrukit, i cili e detyron Dikuan Lake-un që të gabon në hapa dhe humb këtë top. Me të vërtet ndeshje fantastike në Sezai Suroi në Prizren. Gjithë një ndeshjet e kupës din të janë interesante dhe cilën rivalitet. E për dallim me duelin e fundit, Morina realizon për 3 pikë.
23-34 tjetër mbrojtje mire kryeqytetase në kundërsulm. E ka shkelur rrien Altin Morina, nuk arritën që të vazhdojnë drejt kushit kryeqytetasit të shohim. Kjo ishte treshja para prake Altin Morinës, ish kapiteni i Portokallës Zinjëve. Se tek Vamu ka përgjigje. Tashmë kemi hyrë në 5 minutat e fundit të pjesës së parë. Edhe mëtej e vërsia në anën e Sigal Prishtinës. Morina realizoi paraprakisht Gjuan edhe një herë, jo kësaj radhe. Topi përfundon jashtë. Top, Eliza Clarence, Shorter, Shannon Shorter, shkëpundet për një treshe, nuk arriti të realizon. Që është Dikuan Lejka, i cili ka luajtur i fundit. Edhe në qerekun e dytë më të mirë, kryeqytetasit 14-9, vetëm 9 pikë të bashkimit të realizuara. 6 prej tyre të Dikuan Lejkut. Kakruki ka gabuar në hapa drejt të shojmë edhe njerë gabimi në hapa të Valmir Kakrukit. Zeqiri bukur depërton, realizon. Lejson Zeqiri. 25-34 e shkrien në vërsin të shifrore të Sigal Prishtinës. 3 minuta e gjysmë të dyre në përfundim të pjesës së parë. Kallur Dux të Gio Bailey do Gjuan. 3 pik nuk qëllon. Tentoj edhe një herë. Nuk e lejon kundër sulmin e bashkimit Altin Morina. Gjithsesi nuk arrin të realizojnë bashkëtarët e tij, nuk qëllon as Dikuan Lejk. Çfarë uqje e Lejkut teksa i zgjidh gjërat. Shannon Shorter. Çfarë loje nëse Zai Suroi, të nderuar shikues. 27-34. Vazhdon tjetë e vërsia në anën e Sigal Prishtinës. Maksimalisht më mundohet skuadra e bashkimit të kthehet në lojë. Me gjithatë po ndjekim spektakël, ndeshje me fytyrë plotësisht ndryshe nga dueli i të shtunës mbrëma, kur bashkimi e dominoi ndeshjen. Megjithatë, sot po e shohim një Prishtinë plotësisht ndryshe dhe një ndeshje ashtu siç i ka hije një gjysmëfinale të kupës. Rikthehemi pas këtij time-outi kur janë 3 minuta lojë në përfundim të pjesës së parë. Atmosfera në palestër. Dhe të shohim sa do t'i ndihmon kjo skuadrës së bashkimit. Janë topi humbur i kryeqytetasve kundër sulmi portokallinjëve dhe realizon Shannon Shorter.
29-34. Clarence. Dukes. Khalil Dukes. Edhe një tjetër topi humbur i Bardhe Kaltërve bie koncentrimi në këto momente te krye qytetasit të cilët patën e përsin deri në plus 13 e gradualisht bëshojnë bashkimit të kthehet. Kur shkon ai top tek Shorter Lejson Zeqiri e realizon 32-34, vetëm plus 2 si ka Prishtina. I pritur ky rikthim i bashkimit, tek të cilët nuk po shkonte asgjë. Ndërsa ka shkaktuar faul Malcolm Armstead. E shohim treshen e Lejson Zeqirit. Që afron në vetëm 2 rezultatin, 32-34, 1 minutë e 24 sekunda, deri në përfundim të pjesës së parë. Khalil Dukes, për herë të parë në vjen e gjuajtjes së lirë. 8 pikë të tij e qëllon të parën. Sakte edhe një herë për 32-36. Shorter. Armstead. Malcolm Armstead quan për 3. Bolli ti. Mori përgjegjësinë gjithsesi. Nuk arriti të qëllon Malcolm Armstead. Jep mundësim Prishtinës tashmë të shkëputet edhe më tepër në rezultat. Clarence e ka presionin e Mvamu. Clarence. Tek Kakruki, afër tij Dikuan Lake, i cili pasër e blokon. Kundërsoj në anën tjetër shini blokadën ndaj. Tashmë edhe Altin Morinës në anën tjetër e faul është kjo, 2 blokada në të 2 anët. Ky ishte momenti kur tentoi Dikuan Lake të Engulis, por Bailey nuk e lejoj. E në anën tjetër u blokua Altin Morina. Por është faul qartë trajneri Igor Jovovic. Kërkoi faul në anën e skuadrës së bashkimit. Teksa fazi teknike është Dukes në vjen e gjuajtjes së lirë. Qëllon Khalil Dukes. E në vjen e gjuajtjes së lirë do t'jetë Altin Morina. Është interesante se sa shumë është duke u shëlluar nga publiku ish kapiteni i skuadrës, i cili për vite e veshi fanellën e këtij qyteti, si edhe ka qenë protagonistët kur bashkimi u shpall kampion, nuk e qëllon asnjërin nga 2 tentimet nga vija e gjuajtjes së lirë. Çka faul. Kakruki është ndërshkuar me faulin e tretë dhe përgatitej të zëvendësoj me gjas, por fillimisht do të kemi time-out. 51.8 deri në përfundim të pjesës së parë. 32-37, Prishtina po e mban avantazhin rikthemi pas time-outit.
51.8 deri në përfundim të pjesës së parë. Son Seqiri, edhe një top i vjedhur i Altin Morinos. Ndalet kësaj radhe e kthen duken tek Clarence. Elijah Clarence. Edhe Mateusz Clarence. Gjuan nuk qëllon, e merr dhe njerë kërcimin për ta përmirësuar vetën. I vëmendshëm Clarence dhe jo lojtar të bashkimit që të mbyllin lojtarin. 9.4 personali Altin Morinos, 32-39. Shorter tek Armstead, sekondat e fundit të aksionit. Malcolm Armstead do të gjuan, nuk arriti të realizon. Si Gal Prishtina e mbyll në epërsi pjesën e parë. Paraqitje fenomenale e bardhë e kaltërve të cilët po luajnë me 3 mungesa. Fytyrë plotësisht ndryshe e Prishtinës në këtë ndeshje për dallim me duelin e vikendit. Pas 20 minutave të para, 13 pikë nga Adrio Bailey, 11 nga Khalil Dukes, e 10 tjera i ka shtuar Elijah Clarence në anën tjetër tek bashkimi. 11 pikë të Shorter, e 10 të Dikuan Lake. Shkojmë të nderuar shikues në pak markatin nga më pas kthehemi në pjesën e dytë.